nëse nuk janë aktor, nëse nuk janë regjisor, nëse nuk janë sportista, nëse nuk janë skenës, çka japin pas saj. Domethënë, haron, domethënë, nuk është ajo VIP Kosova tiktokera, nuk është fjala e madhe, është VIP. Fjala e madhe. Unë s'mund me quaj vetë VIP. A di kush është VIP? Rita Ora, Dua Lipa. VIP është Elvir Moriçi. Ata janë VIP botnor. Lutem. Ti je VIP shqiptar. Po edhe ata janë shqiptar. Po ata janë VIP botnor. Ata janë shqiptar. Tona ja. Do të thotë. A bune golla? M'fal? A bune golla? Jo, e dhash gollin, po... Okej, se zakonisht ta lojtar, tonë kur përbojnë goll, përbojnë kështu thash. Edhe unë e kom bënë screenshot, athiret ashtu, edhe... Screenshot? Ja, screenshot i bje të goja që shetë screena. Si thiret? Screenshot. Shot, okej. Edhe, s'është edhe marrë edhe mos me ditë. I pa dituri... Për shka, jo, është fjale uje, nuk i nevoj mi ditë. E tani, çka o bo, unë ja tërgova të Zuzit, po nuk më di që ja del asaj, që unë e kom... Ja tërgova, falenderit, shumë i falendru, edhe besa, falni. Tani unë kam një familje. Duhet të më relaksu pak familje, më ja tregu që unë kam një ftesë, edhe më ja tregu bashkëshortës, që edhe për kena pas pak, ajo po jeton Zvicër, unë jetoj që 4 vite Kosovë, kur është laksia, është pak... A do është të mi kalzu gruste, mi gzu? Jo, pak me... Jo më në qëfarta e s'ka dëshirish, po tani kadale, pak me marrë me të mire, familje, se nëna kënde, edhe doshta, them thujza, Zojnë e ndëru me Olsa ka kujtu që unë do t'i tregoj gjithve, po unë mas pare gjërat konfidenciale. Për mu janë besin edhe qitën e një thësar, edhe përfundojnë për jetë që nuk del prej, sepse nuk jam njeri pa bes. Më thënë, nuk jam kur bes prem. Më thënë, unë e kam pas, doshta, thojza, po them që kam pas edhe njerë, ose kam pas, kam mujtë të hyjë në edicionin e parë, ndoshta, që t'jem kundër miku tim, shoku tim, stresin. Po nuk kam pranu. Po nuk më kanë thirë. Jozin a ki stresin? Falë, më kanë thirë, jo direkt, po indirekt më kanë thirë. Folë që në diçka përmes dikujt, përmes me inë ky, si do të lush lojnë ti me stresin. Si stresin është miku im i shtëpisë. Familja e ti, ne jemi si një familje. Cilin e ki ma shoka, Jozin a stresin? Krasot me Jozin me stresin, se une stresi është që 20 vjetë skenë. Jozi është ashtë skenë. Ande Jozi është na i tash s'mundë taj, s'ka Jozi unë e kam njoftë si djalë mirë, edhe besoj që është djalë i mirë, ka shpirt mirë, këngëtari është i mirë malësor, domethënë nuk është një këngëtar që wow, unë e di sa këndon ai. Ja, zonin e ka të mirë. Unë e kam kry shkollën muzikës, jo ju. Pa ti ki kry shkollën, po unë e kam veshin pa shkollë, po... Po ndoshta, sepse ajo është mundësia e Zotit, se Zoti ta jep dhe s'ta jep, dhe thotë që shkollat bën me qenë muzikant. Shkollat përmison. Më thonë që të jesh njohës më i mirë i muzikës. Edhe Jozin e kam pas shumë shok dhe kemi këndu mbi 3 vjetë bashkë, një diskotek afër Bas Vilnov, Bas Bek.